Hejje, unë jam Regina dhe ky është kanali im i YouTube. Këtu do të flasim për letërsi të ndryshme bashkohore, klasike dhe saga, sepse unë ndryshe njihem si vajza e sagave. Tashmë vazhdoj me rregullimin e bibliotekës dhe kanë ngelur 2 selgjenat e fundit dhe unë dua t'ju tregoj sagat e mia që unë kam pafund. Kjo është saga e parë nga Stefan Auci dhe është Luanët e Sicilisë, 1 dhe 2 dhe le t'i vëmë në vend. 2 sagat të tjera, e Fsheta e Shëronjës, 1 dhe 2 dhe Pallati i Tradhtisë dhe Harabeli i Kuq. Shpresoj që të sjellë sa më shpejt dhe pjesën e 3, Living, që unë mund ta lexoj pa ndërprerje. Sagat e tjera nga Living. Udhëtarja e kohës, Froni prej xhamit dhe shpresoj dhe me sa di unë do të sjellit e të 3-ën tani së shpejti, kështu që e kam më kollaj për t'i lexuar. Meksek me të gjitha librat e tij në raftin tim, sepse unë kam lexuar sagën e parë dhe më ka pëlqyer shumë. Ju e dini ku duhet më ndiqni, te vajza e sagave. Disa nga librat e tjerë të Living është Mbledhja e jetimëve dhe Misteret e Klarës, të cilët janë në të njëjtën autor. Banorja e heshtur dhe Ne zgjedhim vrasjet është një ndër librat që kam lexuar së fundmi nga Living, kështu që t'i vëmë në raft me vrap. E kush nuk e njeh sagën e Fourth Ringut? Unë nuk kam lexuar këto të dyja, kështu që dua shumë t'i lexoj tashmë në qeshor. Presidenti është zhdukur dhe Vajza e Presidentit janë saga e parë që unë kam nisur të lexoj, ose më saktë e dyta që unë kam nisur të lexoj. Dyja këshilloja që t'i lexonit veçmas që të mos ju duket të përsëritura. Një tjetër sagë që unë e kam marrë super të sugjeruar është Princesha prej Akulli, kështu që unë i kam të gjitha librat dhe kjo verë do të jetë e mbushur vetëm me saga nga unë. Saga Millennium. A duhet ta kisha unë këtë sagë? Po. A ma kanë sugjeruar mua? Po. Kështu që duhet ta kisha me patjetër. Këto janë sagat që nuk janë të plotësuara totalisht plot, edhe pse ka dalë botimet. Është libri i 3 i Gjërat që nuk ka përcyem, është libri i 3 i Kain dhe Abel, është libri i 3 dhe i 4 i Vilës së Polhurave, kështu që duhet t'i plotësojmë që t'i kemi të gjitha në bibliotekën tonë. Saga që mua më ka bërë shumë të njohur në Instagram, përveç sagës së Zafonit që më pyesin akoma e sot e kësaj dite, mbas një viti e gjysmë që jam në Instagram, 7 motrat është edhe ajo. Kështu që unë këtë e kam lexuar të gjithë serin dhe mund t'ju e këshilloj, sidomos tani që jeni në plazh, në Bregdet, mund ta merrni edhe pse shumë i trash. Më besoni që kam për të kaluar faqet pa u ndjerë, kështu që pjesën tjetër unë e kam vënë në bibliotekë, kështu që të vendos dhe këtë libër aty. Kur them që mua më kanë ndjekur sagat që në fëmijërinë time, është dhe saga e Hënës së Re. Hëna e Re është një sagë me vampir, me transformime, kështu që nëse nuk e keni lexuar, nuk e di se çfarë keni bërë ju gjatë fëmijërisë tuaj. Dhe nëse doni që t'ia blini fëmijës tuaj, po mund t'ia blini. Unë do t'ju sugjeroja në moshën e adoleshencës, është fiks, unë gati i kam mbaruar brenda një dite ose brenda 2 ditëve gjithë librin tashmë në pushimet e verës, kur kam qenë në shkollë, kështu që sagat nuk më janë ndarë që atëherë. Një tjetër sagë është Shëbëtorja e Frida McFadden. Nëse më keni ndjekur në TikTok, ky është libri i parë që unë kam filluar të flas për librat aty dhe mund t'ju them që këto të dyja nuk i kam lexuar akoma, por kam marrë dhe i dashuri sepse ma super sugjeruan dhe unë vdes kur vajzat më super sugjerojnë librat, kështu që jam bërë 4 nga Frida McFadden, kështu që është një autore goxha e mirë për në verë. Një tjetër autori që mua më kanë këshilluar shumë për në verë është Sofie Kinsella, shpresoj t'ja kam thënë mirë dhe unë kam 5 librat e saj, është Mbretëresha e Shtëpisë, Jeta ime jo aq e përsosur, Më beso, Pushime në Vil dhe Zonja e Funeraleve, kështu që më kanë thënë që është gallat dhe mund të qesh me këto libra dhe pse jo të mos e zbatojmë urdhrin e gocave të mia se çfarë duan të shohin në Instagramin tim.
E kush nuk e nje Dan Brownin? Unë i kam që të gjitha, kam dhe origjinën, nuk e di nëse i kam që të gjitha këtu, por i kam që të gjitha dhe unë kam lexuar Mashtrimi i Madh dhe Kodi Da Vinci-t, kështu që i kam adhuruar dhe normalisht nuk do mungoni kur librat e Dan Brownit. Përveç librave të Dan Brownit, unë kam dhe 2 lloj libra që janë pak a shumë stili Dan Brownit, Kush e sundon botën, edhe Vargjet Satanike. Dua ta lexoj në verë, por nuk e di nëse mund të lexohet në verë, gjithsesi vera është pak e hallakatur, pak e çmendur dhe unë dua t'i lexoj disa nga titujt më interesant të bibliotekës time. Një tjetër autore që unë e kam me shumicë në bibliotekën time, më saktë kam 3, por e di që do marrë dhe të tjera, është Julia Navarro, Më thuaj kush jam, Bibla prej argjile dhe Qello tashmë jam i vdekur, kështu që këto janë sugjerimet e mia, edhe pse unë nuk i kam lexuar, unë kam lexuar vetëm ato Më thuaj kush jam dhe kam adhuruar Julën, kështu që mora dhe 2 librat e tjerë të saj. Një tjetër autor që unë e kam zgjedhur pa frikë që nga leximi i parë, që është Central Park, që unë kam lexuar nga Musu përpara, mora Vajza dhe Nata, e panjora e Senës, Thirrja e Ëngjëllit, dhe thash pse jo, më duan romanet e lehta kur unë të mbaroj një klasik dhe të mund të marr pak vete nga klasikët ose mbas librave shumë që të lënë dhimbje në shpirt. Një tjetër autor që unë kam 3 libra nga ai është Jo Nesbo, Hakmarrja, Ylli i Djallit dhe Gushkuqi. Nuk e di nëse do t'ju tregoj një story time me The Nesbo, por ndoshta do ta lë kur t'ju flas pak më gjatë për të. Tani jam drejt fundit, kam mbetur dhe shumë pak libra, por le t'ju tregoj. Lehtësia e stuhishme, Lulet e shpirtrave, një tjetër sag, E bardha dhe e zeza, ma kanë super sugjeruar. Gjuetari i balonave, Bie Vahimsit, do t'i lë këto diku dhe të filloj të tjerat, apo jo, po i mbaj në dorë. Ditari i ndaluar, atje ku këndojnë karavillet dhe Rrëfimi. Besoj se ju i keni lexuar një nga këto, ndërkohë shkruani në komente çfarë keni lexuar nga biblioteka ime. Titujt e fundit të bibliotekës time janë Historia, një skandal i vjetër sa bota, Pakoja nga një autor gjerman, të cilin unë kam lexuar Frikë nga fluturimi 7A, një psikothriller, kështu që nëse doni një psikothriller, ky autor është shumë i mirë, edhe pse të ngatron goxha shumë gjatë leximit. Donald Tart, Historia sekrete. E kush nuk e ka lexuar këtë libër? Gjërat e fundit që më tha ai, Terapi dhe gënjeshtra, dhe nga Fabio Volo kam Një dëshirë e madhe për të jetuar, të cilën unë e kam lexuar dhe më ka pëlqyer si autor dhe normalisht që do marr prapë nga ky autor. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, nuk e di sa e gjatë ka dalë, por gjithsesi ju e dini shumë mirë se çfarë duhet të bëni. Një subscribe, një like dhe një koment për të rritur këtë kanalin e vogël për letërsinë. Bye!